Të dashur shqiptar, kam dalur në Dëbor, është -12 gradë, por mua më zien gjaku. Kam mësuar se është krijuar rrethi i orikumit në Vlorë. Fjala orikum vjen nga fisi helen Orikion, do thot rini e përjetshme, është emri i Apollos, diellit të pavdekshëm, i cili koka e Apollos është gjetur në Butrint, dhe arkeologët shqiptar kujtonin se kjo ishte koka e Deas së Butrintit, sepse Apollo ishte një djalë i ri me flokë të gjata. Pra ishte djali Orikion, dielli i pavdekshëm, dielli i ri. Dhe shqiptarët deri në vitin 2010 kujtonin se kjo ishte koka e një gruaje. E kuptoni se me çfarë kemi të bëjmë. Shqiptarët gjithashtu kanë zbuluar qytetin e Antigonës, emri së cilës vjen nga tragjedia e Eskilit të Shtatët kundër Tebës, është përmendur aty Antigona për herë të parë, po ashtu është bërë tragjedia më e bukur e Sofokliut me emrin Antigona, dhe Sofokliu përmend për herë të parë ilirët me emrin Illyristi, që është një emër grek, do të thotë njeri sy shtrembër. Pra, ne mbajmë emrin sy shtrembërit, një sharje greke, ndërsa emri Orikion është emri një fisi helen. Në fakt, autori i cili thotë që ilirët janë të ardhur dhe albanët janë të ardhur, quhet Lykofron dhe ka bërë një poem të veçantë që ka humbur, Aleksandra, dhe atje ai përpiqet të shpjegojë që ilirët janë të ardhur dhe flasin dialektin dorik. Pra, ilirët nuk janë shqiptar, populli shqiptar nuk ishte lindur akoma. Gjuha shqipe është krijuar mbas përkthimit të Biblës nga Gjon Buzuku. Ta keni të sigurt këtë. Dhe argumenti më i fundit është fjala aferim, që do të thotë të lumt në arabisht, dhe vjen nga gjuha persiane aferidan, e cila përdor infinitivin në formën udhërore të lumtë, mirëpo nga që të lumt kujt, ati ose ty të lumt, përdor si emër folior në rastën dhanore. Vetëm në rastën dhanore. Dhe nga ky aferim ka dalë pikërisht prapashtesa ime e shqipes, që gjendet në gjuhën e arbreshëve në Atik, gjendet në gjuhën e arbreshëve në More. Pra si ka mundësi një gjë e tillë. Pra arabishtja ka hyrë në gjuhën arbreshe të dashur shqiptar. Nga ka hyrë? Nga Saracenët. A dini ju që është qyteti Saracenëve në Shqipëri? Dhe quhet Saracenisht. Saracenët kanë hyrë në Shqipëri në shekullin e 12 dhe prej tyre ka hyrë pra ky variant i arabishtes që është bërë element gramatikor në Shqip. Kështu krijohen emrat abstrakt. Dhe emrat të tillë abstrakt gjenden në gjuhën arbreshe në Itali, në të gjitha dialektet, gjendet në gjuhën e arvanitasve në Greqi, gjë që tregon pra që gjuha shqipe është krijuar midis shekullit të 12 dhe të 15, mbas hyrjes së Saracenëve në gadishullin ilirik, që është emër grek. Dhe në mënyrë specifike, Lykofroni thotë që ilirët kanë ardhur pra nga Kaukazi, sepse është zhvilluar një betejë etimologjike. Ai ka krijuar Aleksandrën për të provuar që ilirët nuk janë autokton, por ilirët janë grek, flisin dialektin dorik dhe janë gjetur që gjitha mbishkrimet ilire në Kroaci, në Serbi, janë në greqisht. Në fakt, në Iliri janë zbuluar 26 dialekte helene dhe jo gjuha shqipe. Ju nuk do ta gjeni kur të ashtu quheturin Rosetta Stone ose guri i rozetës, në të cilën u gjet mbishkrim në gjuhën egjiptiane, pastaj në gjuhën egjiptiane moderne, dialekti demodik, dhe në greqisht, në 3 gjuhë. Dhe kështu u shpjeguan hieroglifet egjiptiane me këtë gurin e Rosetta Stone, që është gjetur në Egjipt. Por nuk do ta gjeni një gur të tillë në Shqipëri, sepse gjuha shqipe është krijuar mbas kontaktit me gjuhën e Saracenëve. Emrat abstrakt në gjuhën arbreshe,
në gjuhën arvanitas edhe në gjuhën shqipe, krijon një lloj me prapashtesën im, shkëlqim, thollim, besim, guxim, janë emra abstrakt të krijuar me prapashtesën e emrit aferim. Në gjuhën arabe kjo është hafarim, dhe vjen nga persishtja vjetër. Kur arabët përshtuan persin, ata morën shumë elemente nga gjuha perse e vjetër, që është një gjuhë indo-europiane. Pra përfundimisht të dashur shqiptar, që mos të rëshqas këtu në akull dhe thyej kokën, duhet ta dini që jam shumë i trishtuar që shqiptarët vetë kanë krijuar komunën e Orikumit. Çdo thot kjo? Që shqiptarët janë për fat keq palikarë, që të gjithë. Nga fillimi në fund, jemi një popull palikarësh, dhe unë këtë e kam zbuluar krejt rastësisht duke studiuar dialektet arbëreshe në internet. Unë se dija çfarë ishte gjuha arbëreshe. Pra gjuha arbëreshe ekziston në formë dialektesh. Vetë arbëreshët nuk e kuptojnë njëri tjetrin, kaq të ndryshëm janë dialektet nga njëri tjetri. Dhe duhet t'ia shpjegoj njëri tjetrit fjalën në gjuhën arbëreshe. Ju kur nuk do ta gjeni gurin Rosetta Stone të Shqipes, sepse Shqipja është formuar mbas hyrjes së saraqenëve në Shqipëri në fshatin Saraqenisht. Ju falenderoj për vëmendjen dhe mirupafshim palikarë në filma të tjerë shkencore.